përkatësisht kryesisë dhe udhëheqjes së kuvendit. Derisa po i akuzoni partitë e tjera se po e mbajnë peng kuvendin e Kosovës me mos konsiderojmë, por ju, si vetëvendosje, ata presin që të ketë reflektim nga ana e juaj. Për ta zgjidhur këtë situatë, ta ndroni emrin e kryeparlamentarit e të tjera kushte që i kanë vendosur. Nuk do t'i kisha quajtur akuza ndaj partive opozitore, kjo është një thirrje sinqert për bashkëpunim, sepse kuvendi është i të gjithëve. E para, e dyta, kemi pasur reflektime kohë pas kohe, qoftë deklarata me gojë, qoftë edhe deklarata me shkrim të deputetëve caktuar brenda partive caktuara politike që janë të interesuar, që është shumë e rëndësishme që të ecet përpara me krijimin e institucioneve. Edhe po të ishte e mundur, edhe po të ndroj një emër i lëvizjes vetëvendosje që për neve nuk është as pak diskutabile deri më tani, cila do të ishte mundësia e lëvizjes vetëvendosje të plotësonte 3 dëshira për 3 parti të ndryshme me një emër të veçantë, të përveçëm. Mjafton me një për ta zgjedhur. Me një e kemi zgjedhur, mbi parimet tona kanë zgjedhur organet e partisë. Është një grua shumë e Zonja Haxhiu, është një grua shumë e votuar, gruaja më e votuar e zgjedhjeve të fundit. Po kjo s'ke mjafton, se atë votohet me votat e deputetëve. Po pas një diskutim. Derisa primati i takon lëvizjes vetëvendosje, ajo vendos për emrin brenda partisë. Është e panatyrshme edhe precedent shumë i keq që njëra parti të ndikojë tek partia tjetër. Nëse ne do të zgjedhim një kryetare që nuk e ka shumicën edhe të lëvizjes, si çdo duhej ta kishte, edhe LDK-s do t'ja impononim një kandidat për nënkryetar që nuk ka konsenzusin brenda partijak, po ashtu edhe PDK-s, çfarë kryesie do të kishte kuvendi i Kosovës nesër? Kuj do t'i shërbente ajo kryesi nëse se ka atë homogenizimin brenda partijak? Mbi të gjitha është precedenti që nuk duhet lejojmë të krijohet, sepse është vendimi i gjykatës kushtetuese. Edhe nëse kthehemi pak mbrapa, Lidhja Demokratike e Kosovës ka reflektuar njëherë mbi këtë akt vendim të gjykatës kushtetuese. Nuk do të ishte zor të reflektante edhe kësaj here. Ju e dini me shumë vota, mbi 70 vota është zgjedhur zotni Isa Mustafa kryeparlamentar në vitin 2014, po në momentin që ka ardhur vendimi i gjykatës kushtetuese, zotëria është tërheq, e ka respektuar vendimin. Mirëpo partisë së tij nuk i ka pengu as pak pas vendimit që ka sjellë kushtetuesja me iniciativën e Partisë Demokratike ta tërheq kandidatin në mënyrë legjitime respektuese. Atëherë të kishte marrëveshje politike mes PDK-s dhe LDK-s për të bashkë qeverisur. Ishte zgjedhur kryeparlamentari, ishte formuar qeveria. Ju s'po arrini të bëni marrëveshje politike. Ama marrëveshja ka ardhur, po ne kemi ftesë të hapur. Nuk mund të bëjmë një anshëm, po nuk mund të bëjmë një, kjo është me rëndësi, pse po na refuzojnë bashkë ne. Atëherë tërhoqën edhe bën një marrëveshje politike pikërisht me ata që bën ankesën në gjykatën kushtetuese dhe pastaj gjykata kushtetuese erëzoi zotin Isa Mustafa që ka qenë kryetar partie. Mandej ka pasur deputet e Lidhjes Demokratike të Kosovës që nuk e kanë votuar fare kandidatin e tyre për kryeministër. Prap është vazhdu me lojalitetin që ka qenë për mu admiru në momentet të caktuara tek Lidhja Demokratike e Kosovës, si një gjithmonë e thirrur si një parti me një demokraci më të lartë edhe të brendshme edhe ndërinstitucionale, si parti institucionaliste, gjitha këto me radhë. Domethënë, nuk është kjo rasti i parë që kërkohet një sakrificë nëse do të mund ta quajmë kësaj. Por të provojmë partit të imponojnë emra njëra tjetrës, kjo nuk i shërben të mirës së përgjithshme dhe do të krijojë një precedent shumë i keq për të ardhmen. Krejt këto mbas